Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shumë krishterë sot besojnë në atë që quhet trinia, ose trinia e shenjtë. Pra që Zoti është tre persona, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Këta tre persona janë një Zot i vetëm. Ky koncept i Zotit është një nga doktrinat më elementare të fesë krishtere. Do të sqarojmë inshallah taala në këtë video konceptin e trinisë dhe se si krishterët besojnë se Zoti është një, por edhe tre në të njëjtën kohë. Do të parashtrojmë një problem logjik që hasim teksa mundohemi të kuptojmë trinin dhe do të japim zgjidhje me lejen e Allahut. Pa humbur kohë, le të vazhdojmë me konceptin e trinisë. Çfarë është trinia? Trinia për shumë krishterë është besimi se Ati është Zot, Biri është Zot dhe Shpirti i Shenjtë është Zot. Mirë po, në të njëjtën kohë kemi vetëm një Zot të vetëm. Me fjalë të tjera mund të thuhet se trinia shihet si shenja e Zotit i cili ekziston në tre persona. Nga grekët e lashtë, pra nga ku është marrë kjo ide, mësohet se është një shenjë e Zotit, një natyrë e tij, ose siç quhet usia, dhe janë tre persona hynor, ose siç e quajnë ata hypostasis. Çfarë eksaktësisht e bën diçka usia, ose çfarë e konsiderojnë ata usia hynore, dhe çfarë diferencon çdo hypostasis, çdo person hynor, kjo varet nga personi në person, pra nga krishteri në krishter, varet se çfarë beson vetë personi. Pasi jo të gjithë krishterët janë dakord në konceptin e trinisë apo në konceptin e shenjës së Zotit dhe personave hynor. Mirë, ajo që vlen të dihet është se të gjithë trinitarianët besojnë se të tre personat hynor ndajnë të njëjtën esencë, kanë të njëjtën thelb dhe të tre janë të përjetshëm së bashku. Gjithashtu trinitarianët janë vendosur se vetëm një Zot ekziston dhe bazohen në tekstet e Biblës, pa tekste ku përmendet qartë dhe thuhet qartë se Zoti është vetëm një. Trinia si koncept është i debatuar edhe mes vetë krishterëve, pra jo të gjithë bien dakord në një koncept të trinisë. Kjo pra sepse ata janë munduar të japin shpjegim trinisë dhe janë munduar të shpëtojnë nga këto kontradikta logjike dhe problemet të cilat hasin teksa u shpjegojnë atë pasuesve të tyre. Do të flasim inshallah taala për modelin më të përhapur dhe më të pranuar tek krishterët dhe do të vëmë në pa kontradiktën logjike e cila përmban ky koncept. Ky koncept i trinisë ndërtohet mbi 7 premisa. Premisa e parë është se Ati është Zot. Premisa e dytë është se Biri është Zot. Premisa e tretë është se Shpirti i Shenjtë është Zot. Premisa e katërt është se Ati nuk është Biri. Premisa e pestë është se Ati nuk është Shpirti i Shenjtë. Premisa e gjashtë është se Biri nuk është Shpirti i Shenjtë dhe premisa e shtatë është se kemi vetëm një Zot të vetëm. Duke parë këto premisa dhe se krishterët pretendojnë se nuk janë në kontradikt me njëra tjetrën, lind pyetja sa Zota ka. Pasi nëse shohim vetëm 6 premisat e para, do të besojmë se janë 3 Zota. Mirë po, kemi premisën e 7 e cila i kundërshton premisat e para dhe thotë se është vetëm një Zot i vetëm. Pra kemi një kontradikt. Ose janë 3 Zota, ose është vetëm një Zot. Nuk mund të jenë të dyja bashkë. Mirë po, krishterët thonë se është një esencë e Zotit dhe janë 3 persona të ndryshëm. Le të japim një analogji dhe të kuptojmë më qartë se çfarë thonë krishterët dhe se si e shpjegojnë ata këtë kontradikt. Do të zvendësoj 3 personat që janë në trini me 3 persona real dhe esencën ose natyrën hynore me natyrën njerëzore. Le të themi se Beni është burr, Arditi është burr, Flamuri është burr. Beni nuk është Arditi, Beni nuk është Flamuri dhe Arditi nuk është Flamuri. Mirë po, kemi vetëm një burr të vetëm. A mund ta pranojmë një logjikë shëndosh këtë? A mund të themi se është vetëm një burr dhe nuk janë 3 burra të ndryshëm? Këtu pra del në pa kontradikta logjike që ka triniteti. Nuk mund të themi se janë 3 persona të ndryshëm dhe kanë të njëjtën esencë, pasi njerëzit ndajnë të njëjtën esencë,
në të njëjtën kohë nuk themi se është vetëm një burr, por themi janë 3 burra, dhe nëse do të themi se është vetëm një burr, do të konsiderohej ky person që thotë këtë i çmendur. Do të qeshnin me të. Prandaj duam të gjejmë një zgjidhje dhe mos besojmë në diçka që është kontradiktore. Duhet të besojmë në diçka të qartë, të pastër, një koncept hyjnor që është në përputhje me logjikën e shëndosh. Dhe logjika e shëndosh dhe natyra njerëzore e pastër të çojnë në besimin e një Zoti të vetëm pa shok. Ai është Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili krijoi gjithçka, i cili nuk lind dhe as nuk është i lindur, i cili nuk ka nevojë të marrë formën e një njeriu, një formë kaq të dobët dhe kaq të limituar për të mësuar njerëzve të vërtetën. Mirëpo ai dërgon profet, dërgon të dërguar, të cilët ftojnë në rrugën e tij për të nxjerrë njerëzit nga errësira e paganizmit, nga errësira e besimit në disa zota, në dritën e besimit në një Zot të vetëm, në dritën e cila ka vazhduar me njeriu e parë, Ademin alayhis salam, dhe do të vazhdojë deri tek njeriu i fundit, deri kur takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, në dritën e cila ka ardhur çdo profet për të përçuar këtë mesazh, dhe që është përfunduar ky mesazh hyjnor me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me mësimet e cila nuk bie në kontradikt me njëra tjetrën dhe nuk bie në kontradikt me logjikën e shëndosh. Allah subhanahu wa ta'ala ka zbritur libra hyjnor, ka zbritur Kur'anin e qartë famëlart. Prandaj nëse një krishter i sinqert do të kërkojë të vërtetën, do të lexojë Kur'anin dhe do të vërtetojë se Zoti nuk mund të jetë 3 persona. Zoti nuk mund të jetë njeri. Zoti është i pastër nga këto gjëra, është një i vetëm, pa shok, nuk ka nevojë që Zoti të krijojë ose të marrë formën e një njeriu, dhe nuk ka nevojë të jetë i limituar. Allahu subhanahu wa ta'ala është i plot fuqishëm, është i lartë mbi çdo gjë dhe nuk ka shok dhe nuk i atribuohet asgjëje tjetër veç tij, atribute hyjnore. Prandaj ftoj çdo krishter ta lërë këtë besim i cili bie në kundërshtim me logjikën e shëndosh, ta lërë këtë besim i cili bie në kundërshtim edhe me mesazhin që ka ardhur vetë Jezusi. Ta lërë këtë besim i cili beson se Jezusi, një njeri i cili është i limituar dhe ka nevojë të kryejë nevoja njerëzore, është edhe Zot në të njëjtën kohë. Inshallah taala në videon vijim do të flasim pikërisht për këtë çështje, pra për Jezusin dhe se si Jezusi nuk mund të jetë edhe njeri edhe Zot në të njëjtën kohë. Prandaj ju ftoj ta ndiqni kanalin dhe ta shpërndani këtë video nëse e mendoni pra të dobishme tek shokut, tek familjarët dhe çdo kush që mund të besojë në trininë dhe të jeni ju pra shkak për udhëzimin e tyre me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.